Shoqata bizneseve dhe miqësisë turke kosovare tani më ka bërë emër të respektuar për misionin e saj fisnik, që ka bërë në ndërtimin e urave të fuqishme dhe të bashkëpunimit ndërmjet të Turqisë dhe Kosovës në fushat e ekonomisë, kulturës, integrimit si dhe zhvillimit shoqëror dhe në formë të dialogut bashkë me partneritetin e ndërsjellë mes Kosovës, Turqisë dhe shteteve të tjera siç janë Shqipëria, Mali Zi, Maqedonia dhe vende të tjera, tregon kryetari Rakip Qesko për mikrofonin e televizionit Besa. Unë së pari për falenderoj televizionin Besa, që është një ndër televizionet më të shikuara në qytetin tonë edhe në region. Jam inderuar që sot kam mundësin të flas në emër të Tukaidit, do më të në shoqatës së biznisene dhe miqësisë turko-kosovare, që është një organizat që prej themelimit të saj ka punuar pa u lodhur për të përforcuar lidhjet ekonomike, kulturore, shoqërore dhe midis vendeve tona vëllezërore. Tukaidi, shkurtimisht, është thjesht një shoqat biznisi, është një urë miqësisë bashkëpunimit dhe solidaritetit mes popullit tonë dhe të popullit të Turqisë. Me aktivitetet tona që kemi pas deri tash dhe me ndryshimet si ekonomin, si në arsim, në kulturë, në ndihmën humanitare, ne gjithmonë do të jemi pranë komunitetit dhe të shoqërisë tonë që jetojmë në këtu. Ne besojmë fuqishëm se bashkëpunimi ndërmjet sektoreve private tona dhe sektoreve normal që na rrethojnë shoqërisë civile është çështje për zhvillimin e qëndrueshëm të mirëqenies për të gjithë. Tukaidi ju falenderoj për besimin dhe mbështetjen të gjithë bizneseve tona. Ai pastaj shpjegon se qëllimi parsor i kësaj shoqate është bashkëpunimi ekonomik, social dhe kulturor. Në veçanti do të ceki para 2 vite jam organizatori ndër organizatorët më të mëdhenj në Republikën tonë, në shtetin tonë të formuar, në Prishtinë, që është bërë përmes Basamit, ku kam qenë një ndër organizatorët më të mëdhenj. Aty kemi pas 112 bizneset. Ne bashkëpunim me odën ekonomike të Kosovës. Pastaj së fundit kemi pas edhe prezentimin e Kosovës në shtete ndërkombëtare në Tursap. Tursapi është një ndër, si të them, një ndër shtytësit tonë dhe bashkëpunëtori më i madh që e kam mes Tukaidit dhe Tursapit. Tursapi është një ndër, si të them, themeli i të gjitha turizmit në Turqi dhe bashkëpunimit tonë mes Kosovës dhe atë e kam bërë përmes shoqatës Tursap, që ka qenë edhe një ndër buj për Kosovën. Takime miqësore, delegacione dhe vizita ndërmjet shteteve që nxisin marrëveshje tregtare dhe projekte humanitare që sjellin përfitime të ndërsjella ndërmjet Republikës së Turqisë dhe Kosovës. Ai shpjegon edhe faktin se është organizatori kryesor i disa evenimenteve qendrore dhe të mëdha që ka pasur. Njohurit tona për turizmin në Kosovë, në shtetet e jashtme është shumë pak. Prizreni ka bukurit shumë tepër të natyrore. Ato duhet të ceken, duhet të organizohen, apo duhet të bëhen, si të them, tubimet, B2B, të njoftohet Prizreni që ka. Prizreni, qyteti është Prizreni lashtë, jo vetëm në Kosovë, por në region. Zotri Qesko apelon që bashkëpunimi duhet shtuar dhe se i duhet Kosovës e veçanërisht Prizrenit më shumë, Ciceron në më shumë njohje të këtij qyteti plot tradita, plot monumente historike, siç është Gjuma Xhamia, Hamami Kazi Mehmet Pashës e shumë monumente të tjera të trashëgimisë kulturore. Po, jemi një ndër organizator, i kam thënë edhe me Unionin e Kosovës, ku kam qenë koordinatori general atje. Është fakti jon që na kemi dëshirë të sjellim turist nga Turqia, jo, po edhe nga bar Evropa. Po, duhet të kemi shumë ma shumë prezentime për Kosovën. Jo vetëm për Prizrenin. Ashtu që duhet të bëjmë sa ma shumë reklame. Sa ma shumë të kemi Ciceronet. Sa ma shumë të kemi informatat të më të sakta. Unë para një 2 jave kam pas një grup që ka arë prej Prizrenit. Për fat të keq, nuk e din do populli jonë që jeton në Prizren, që në Gjuma Xhamia ekziston një monument që njerëzit jo vetë thanë. More, e kemi hamamin, pse nuk aktivizohet hamami? Ministria e Kulturës, që është vendas jonë, zotri Qeiku, hajde, bashkëpunojmë, na jemi për të gjitha për bashkëpunimet, unë kam thënë, urnoni, jim
jam personi i parë që kam bo 2 eventet më të mëdha për Kosovën. E fundit ka qenë edhe ky organizimi në Tursap që kemi prezantuar Kosovën. Ai me një mesazh plot dashuri që ka për bashkëpunimin e bizneseve tona duhet të jetë sa më i madh dhe sa më produktiv dhe sa më atraktiv për përfitime që të shërbejnë edhe si platformë inovative për bashkëpunim të qëndrueshëm. Pa shikoni, na mundem me thonë, mase është edhe shoqata janë dost, misis. E kemi miq ton atje. Nuk e kam thënie që të jetë patjetër. Kemi edhe nga Shqipëria. Unë bashkëpunoj edhe me Shqipërinë. Kam evente, do shikoni edhe në reportazhet tona të ardhshme. Kemi bashkëpunim edhe me Alinezi, me Çamërin. Kemi me Turqin që thash. Mesazhi jon që të kemi më shumë B2B, që të kemi më shumë bashkëpunimet tona. Bizneset tona të kenë sa më shumë njohuri për të gjitha evente që ndodhin në Kosovë. Për fat keq, dje kemi pas edhe atë panajeren e turizmit. Janë të pakta. Turizmi është bërthama e ekonomisë së Kosovës. Unë nuk mund të them, nuk dua të as të sugjeroj, po për fat keq, masi nuk kemi fabrikat, e kemi turizmin. Urnoni, na ka dhënë Zoti, na ka dhënë natyrën, hajde të shfrytëzojmë me burri dhot. Jemi për bashkëpunim, jemi të hapur. Unë falenderoj për juve, falenderoj edhe së pari, edhe Tursapin që na ka mundësuar të bëjmë që shoqatën, edhe të gjitha shokët dhe miq që na kanë pru dhe na kanë dhënë atë besimin të jemi në këtë shoqatë.